Kroacia ka shprehur zyrtarisht interes për të përfshirë në zhvillimin e industrisë shqiptare të dronëve ushtarak në një sinjal të riafrimi strategjik me Zagrebit dhe Tiranës në sektorin e mbrojtjes. Deklarata erdhi pas takimit të zhvilluar në Zagreb mes ministrit kroat të mbrojtjes Ivan Anušić dhe homologut shqiptar Ermal Nufi, ku bashkëpunimi në industrinë ushtarake dhe teknologjinë moderne të mbrojtjes është ndër temat kryesore të diskutimit, sipas njoftimeve zyrtare të dy palëve. Në deklaratën e tij pas takimit, Anušić dha sinjalin më të qartë deri tani për interes kroat ndaj projektit shqiptar të dronëve. Shqipëria aktualisht po zhvillon dronët e saj me disa kompani të huaja, por sigurisht që ka vend edhe për kompaninë tonë aty, sepse aktualisht ne jemi një nga vendet udhëheqëse brenda NATO-s sa i përket prodhimit dhe shpërndarjes së dronëve FPV, tha Anušić, duke njoftuar një takim të ardhshëm mes kompanive shqiptare dhe kroate të mbrojtjes. Deklarata përbën konfirmimin e parë publik se Zagrebi po sheh hapësirë konkrete për përfshirje në projekt shqiptar të zhvillimit të dronëve, duke kaluar përtej bashkëpunimit tradicional, politik dhe diplomatik drejt një koordinimi industrial dhe ushtarak. Zhvillimi erdhi në të njëjtën ditë kur presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia po krijon një njësi të posaçme të pajisur me dronë sulmues dhe municion endacak në një lëvizje që ai e paraqiti si pjesë transformimit të ushtrisë serbe përballë sfidave të reja të sigurisë në rajon. Në mënyrë domethënëse, edhe Beogradi po ndjek të njëjtën linjë teknologjie. Sipas raportimeve të Reuters, Serbia synon prodhimin e përbashkët të dronëve luftarak me Izraelin përmes një partneriteti industrial me kompani izraelite. Por Shqipëria kishte nisur më herët këtë kurs. Në janar të këtij viti, ish ministri i mbrojtjes Piro Vengu konfirmoi se Shqipëria kishte nënshkruar një kontratë 30 milion euro me kompaninë izraelite Elbit Systems për furnizimin dhe prodhimin e dronëve ushtarak dhe sistemeve antidron, duke bërë publik për herë të parë hyrjen konkrete të vendit në sektorin e prodhimit të teknologjisë avancuar ushtarake. Megjithatë, ndryshime nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Shqipëria mbetet ende jashtë programit SAFE, mekanizmi prej 150 miliardë euro të krijuar nga Brukseli për riarmatimin e kontinentit dhe forcimin e industrisë europiane të mbrojtjes. Komisioni Evropian miratoi në janar paketën e parë të financimit për 8 shtete anëtare, ku Kroacia përfitoi 1.7 miliardë euro në kuadër të këtij instrumenti për investime në mbrojtje. Kjo vendos Zagrebin në një pozicion strategjik unik për rajonin, si përfitues direkt i kapitalit evropian për riarmatim dhe si hallk lidhse mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe industrisë së mbrojtjes së BE-s. Edhe pse Shqipëria nuk përfiton direkt nga kredite SAFE, autoritetet shqiptare kanë bërë të qartë se synojnë integrimin në zinxhirin evropian të furnizimit përmes eksportit dhe partneritetit industrial. Në këtë kuadër, afrimi me Kroacinë shihet gjithnjë e më shumë si rruga pragmatike përmes së cilës Tirana mund të pozicionohet në arkitekturën e re të mbrojtjes europiane. Në një moment kur Ballkani po futet gjithnjë më thellë në garën e teknologjisë ushtarake, dronët po shndërrohen në simbolin e fazës së re të rivalitetit rajonal dhe Shqipëria duket se ka zgjedhur të mos mbetet jashtë saj.